Një të mirë ka posaj që ka luajtur për Milanin. I futbollit evropian. Jo vetëm për Milanin, se ka luajtur për Hollandën, është bërë kampion i Evropës. Bashkë me mua në studio një zotëri që fare se ka për qefi Hollandën edhe natyrisht futbollin hollandez, ama hollandezët që kanë luajtur në Arsenal i ka për qefi. Në mbroma krenar Shala mirë se kemi ardhur në studion politikës. Tani për faktin që juve ju kanë pozicionuar djathtas në një vend, kjo nuk do të thotë që ju jeni në një drejtim politik. Pse po paragjykon start? Pse ki qef e nisë emisionin me paragjykim me njëherë? Pse? Për çfarë arsye? Unë besoj që me fajin jo më da se këno. Ai paragjykova Ruth Hullit edhe frizurën e Matoshit. Unë nuk e paragjykova, unë e di që ky ka thonë që unë nuk do t'i prej flok derisa Albin Kurti t'jetë kryeministër. Unë i kam thonë, o zotëri, prej flok se është rrezik me shku deri te funi ka me flok. Po që do të Është është e vërtetë që ke deklaruar dikun me fitu. Jo, kjo është me gjithë lezetin dhe qefin. Ka që është diçka, është e konstitucionale. Je koni vetë shumë kur ke Problemi është që unë e dhath noti po ta thonë me Fajinit që po më dhimen flok që pas na me i për shpejt. Jo, të garantoj që unë e thash, mës i lek shtu, mës bo mua si premtime se tani ki pun ma shumë duke mirë mbojt, ma probleme ki. Ti po thu, Albin Kurti do t'jetë gjatë në pushtet, por gjatë pushtet nuk mund t'jetë Albin Kurti kur ju e nominuat Glaun Konjufsën për kryeministër. Pikërisht me... Do ma unë u dosh pa vdjemi për i flok. Jo, që e tash. Shqyqa. Ka s'ka ndihmuar miku i të vjetër Glaun Konjufsa. Në rrafshin filozofik do të thashë, jo në orientim politik shumë. Edhe është tema sonte në politiko Glaun Konjufsa apo zgjedhet. Një farë kronologjie duhet me e bo para se me fillu debatojnë. Ama para kronologjisë nuk dua